Në lajme do të ndiqni, Banka e Shqipërisë ka licencuar bankën turke Ziraat, e cila do të hap degën e saj të parë në Tiranë dhe pritet të rrisë financimin për sektorin e bujqësisë. Platforma qeveritare e Albania është përditësuar me versionin e ri i Albania 2.0, i ndërtuar mbi një infrastrukturë moderne. Eksportet u rritën me 16.9% në prill, të nxitura kryesisht nga energjia, karburantet e metalet. Rritja erdhi kryesisht nga çmimet më të larta në tregjet botërore. Turizmi edhe gjatë marsit me numrin e vizitorëve në strukturat akomoduese që u rrit me 20.8%, ndërsa turistët e huaj shënuan rritjen më të fortë me 23.7%. Dhe zotrin, ju përshëndes, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ për t'ju njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Banka e Shqipërisë ka licencuar bankën turke Ziraat, e cila do t'hap degën e saj të parë në Tiranë pas miratimit paraprak të dhënë në vitin 2025. Ziraat pritet të rrisë financimin për sektorin e bujqësisë, duke u bërë banka e dytë me kapital turk që operon në Shqipëri. Banka e Shqipërisë ka vendosur më në fund të licencojë bankën bujqësore turke Ziraat pas disa muajsh nga dhënia e miratimit paraprak. Sipas njoftimit të Bankës Qendrore në mbledhjen e datës 6 maj 2026, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të miratojë dhënien e licencës për ushtrimin e veprimtarisë bankare dhe financiare degës së bankës së huaj Ziraat. Në gusht 2025 u dha miratimi paraprak nga Banka e Shqipërisë për licencimin e Ziraat. Në përputhje me dokumentacionin e paraqitur në Bankën e Shqipërisë, është shqyrtuar aplikimi i Ziraat për pajisjen me licencë për ushtrimin e veprimtarisë bankare dhe financiare. Ajo do të ushtrojë veprimtaritë bankare dhe financiare në përputhje me kushtet dhe kërkesat e licencës së miratuar nga Banka e Shqipërisë. Ziraat Bank është një bankë tregtare që operon në Republikën e Turqisë prej vitit 1863 me licencë të vlefshme bankare dhe lejo operimin në mbikëqyrjen e Agjencisë së Rregullimit dhe Mbikëqyrjes Bankare. Jashtë territorit turk, aktiviteti i saj shtrihet edhe në disa shtete të tjera, si Mbretëria e Bashkuar, Bullgaria, Greqia, Kosova, Çipri Veriore e të tjera. Aktualisht në vendin tonë operojnë 12 banka, shumica prej tyre me kapital të huaj dhe një pjesë më e vogël me kapital vendas. Njëra prej tyre u licencua së fundmi, Jet Bank, banka e parë digjitale në Shqipëri. Gjatë 2024-s, Banka Ziraat paraqiti një kërkesë pranë Bankës së Shqipërisë për licencimin e degës së saj të parë në Tiranë. Ziraat do të jetë banka e dytë me kapital turk në Shqipëri. Një bankë e tillë është specializuar për huadhënien ndaj bizneseve që operojnë në fushën e bujqësisë dhe pritet të arrisë më tej mbështetjen financiare ndaj këtij sektori. Banka e Shqipërisë ka propozuar rregulla të reja që detyrojnë banka tregtare të tregojnë qartë kostot reale të këmbimit valutor për pagesat me kartë, ATM dhe transfertat online. Ndryshimet synojnë më shumë transparencë dhe mbrojtje për konsumatorët, si edhe afrimin e sistemit shqiptar të pagesave me standardet e Bashkimit Evropian. Qytetarët shqiptar pritet të kenë më shumë informacion dhe transparencë për kostot reale të pagesave dhe këmbimit valutor. Banka e Shqipërisë ka nxjerrë për konsultim një projekt vendim të ri, i cili parashikon ndryshime në rregulloren për tarifat e llogarive të pagesave dhe transfertet bankare. Ndryshimet fokusohen kryesisht te pagesat me kartë, tërheqjet në ATM dhe transfertat online në valutë të huaj. Sipas draftit, bankat dhe institucionet financiare do të duhet t'u tregojnë klientëve përpara kryerjes së transaksionit sa kushton realisht këmbimi valutor. Kjo do të bëhet duke shfaqur diferencën mes kursit të aplikuar dhe kursit zyrtar të publikuar nga Banka e Shqipërisë në formën e një përqindjeje shtesë. Praktikisht, klientët do të kenë mundësi të kuptojnë më njëherë nëse kursi ofruar nga ATM-ja, POS-i apo banka është më i shtrenjtë se kursi zyrtar i trekut. Projekt vendimi synon të rrisë mbrojtjen e konsumatorëve, sidomos në raste të pagesave jashtë vendit apo në monedha të ndryshme nga ajo llogarisë bankare. Bankomatet dhe pajisjet POS do të detyrohen të shfaqin qartë shumën që do të debitohet nga llogaria e klientit dhe shumën që përfiton pala tjetër përpara konfirmimit të pagesës. Një tjetër risi është detyrimi për banka që të dërgojnë njoftime elektronike për klientët pas pagesave apo tërheqjeve në valutë të huaj. Këto njoftime do të jenë falas dhe klientët do të kenë të drejtë të zgjedhin nëse duan t'i marrin apo jo. Ndryshime parashikohen edhe për transfertat online dhe pagesat SEPA. Bankat do të duhet të informojnë paraprakisht për tarifat e kombimit valutor, kostot totale të transfertës dhe shumën që do të marrë përfituesi. Sipas Bankës së Shqipërisë, këto masa synojnë të rrisin transparencën në tregun e pagesave dhe të përafrojnë më tej sistemin shqiptar me standardet evropiane. Projekt vendimi pritet të hyjë në fuqi në dhjetor të vitit 2027.
Platforma qeveritare i Albania është përditësuar me versionin e ri i Albania 2.0, ndërtuar mbi një infrastrukturë moderne që synon të ofrojë shërbime më të shpejta, më të aksesueshme dhe më gjithëpërfshirëse edhe për personat me aftësi të kufizuara. Platforma qeveritare i Albania ka hyrë në një fazë të re transformimi digital, duke prezantuar versionin më të fundit i Albania 2.0. Platforma e cila prej vitesh është kthyer në një nga mjetet më të përdorura nga qytetarët shqiptar për marrjen e shërbimeve publike online, tashmë vjen me një infrastrukturë të rësisht të modernizuar dhe një dizajn të ri, me synimin për të ofruar një eksperiencë më të shpejtë, më praktike dhe më efikase për qytetarët dhe bizneset. Referuar edhe postimit të kryeministrit në Facebook, një nga elementet kryesor të Albania 2.0 është fokusi te aksesueshmëria dhe gjithëpërfshirja, pasi platforma është përshtatur për të përdorur më lehtë nga personat me aftësi të kufizuara. Ky zhvillim synon krijimin e një shërbimi publik digjital pa barriera dhe të barabartë për të gjithë qytetarët. Rëndësia që platforma ka marrë ndër vite reflektohet edhe në shifrat e përdorimit. Sipas të dhënave të publikuara në Albania, janë realizuar mbi 44.7 milion transaksione gjatë muajit prill, duke treguar rritjen e vazhdueshme të përdorimit të shërbimeve online nga qytetarët. Ndërkohë, numri i përdoruesve të regjistruar në portal ka arritur në rreth 3.48 milion, një tregues i qartë i përhapjes së gjerë të platformës në vend. Aktualisht, platforma vron 1279 shërbime elektronike, të cilat përfshin dokumente personale, aplikime administrative, certifikata, pagesa dhe procedura të ndryshme shtetërore. Kjo ka reduktuar ndjeshëm nevojën për paraqitjen fizike në institucionet publike, duke kursyer kohë dhe burokraci për qytetarët dhe bizneset. Një tjetër tregues i rritjes së përdorimit të shërbimeve digjitale janë edhe numri i dokumenteve me vulje elektronike, i cili ka arritur në mbi 962.000 gjatë këtij muaji. Përdorimi i dokumenteve elektronike po bëhet gjithnjë më i zakonshëm, duke rritur besimin te shërbimet online dhe duke përshpejtuar procesin e digitalizimit të administratës publike. Modernizimi i Albania shihet si një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të një administrate më efikase dhe moderne, në një kohë ku shërbimet digjitale po marrin një rol gjithnjë më të madh në jetën e përditshme të qytetarëve. Eksportet shqiptare u rritën me 16.9% për gjatë muajit prill, të nxitura kryesisht nga energjia, karburantet dhe metalet. Rritja erdhi kryesisht nga çmimet më të larta në tregjet ndërkombëtare, pasi pesha e lëndëve djegëse rasi në importe, ashtu edhe në eksporte. Eksportet e mallarve shënuan rritje të fortë dhe në muajin prill, duke ngushtuar njëkohësisht deficitin tregtar, ndërsa ndikimi i çmimeve të energjisë dhe tensioneve në lindjen e mesme vijon të reflektohet te tregtia jashtme shqiptare. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, në prill të vitit aktual, eksportet arritën vlerën 34.9 miliard lekë, duke u ngjitur me 16.9% krahasuar me të njëjtën muaj të një viti më parë dhe me 6.8% në raport me marsin. Importet arritën në 79 miliard lekë me një rritje më të moderuar prej 4.4% në terma vjetor, ndërsa ranë me 1.6% krahasuar me muajin parendës. Si rezultat, deficiti tregtar zbriti në 44.1 miliard lekë, me një tkurrje prej 3.8% në raport me prillin e vitit kaluar. Rritja e eksporteve është mbështetur kryesisht nga grupi minerale lëndëdjegëse dhe energji elektrike, që dha kontributin më të madh pozitiv me 9.8%, i ndjekur nga materialet e ndërtimit dhe metalet me 6.6%. Në rritje kontribuan edhe ushqimet, pije dhe duhani, si dhe makineri dhe pajisjet. Ndikimi i çmimeve ndërkombëtare duket veçanërisht i fortë te grupi i mineraleve lëndëdjegëse dhe energjisë elektrike. Të dhëna tregojnë se megjithse pesha e importeve të këtij grupi ra në rreth 193 milion kilogram nga 206 milion kilogram një vit më parë, vlera u rrit në 9.6 miliard lekë nga 7.7 miliard lekë. E njëjta tendencë u shfaqet te eksportet, ku sasia ra nga 227 milion kilogram në 216 milion kilogram, ndërsa vlera u rrit ndjeshëm në 8.4 miliard lekë. Kjo sugjeron se rritja e tregtisë në këtë kategori është nxitur kryesisht nga çmimet më të larta të energjisë dhe karburanteve në tregjet ndërkombëtare, në një kohë kur tensionet në lindjen e mesme vijojnë të mbajnë të paqëndrueshme tregjet globale të energjisë. Ndërkohë, sektorët tradicional vijojnë të japin sinjale më dobta, tekstilet dhe këpucët kontribuan negativisht me 1.8%, ndërsa produktet kimike dhe plastike si dhe lëkura dhe artikuj prej saj dhanë ndikim negativ më të kufizuar. Edhe në importe, ndikimin kryesor e dhanë mineralet, lëndëdjegëse dhe energjia elektrike me 2.5%, të ndjekura nga ushqimet me 2.1%. Nga ana tjetër, makineritë, pajisjet dhe pjesët e këmbimit dhanë ndikim negativ, duke frenuar pjesërisht zgjerimin e importeve. Eksportet shqiptare drejt rajonit u rritën për gjatë 4 mujorit të parë të vitit, të nxitura kryesisht nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Nga ana tjetër, rënja më e fortë e importeve u regjistrua me Malin e Zi.
Shkëmbimet tregtare të Shqipërisë me vendet e rajonit vijuan të zgjerohen gjatë 4 mujorit të parë të vitit aktual, të nxitura kryesisht nga rritja e eksporteve drejt Kosovës dhe Maqedonisë Veriut. Të dhënat tregojnë se gjatë periudhës janar-prill 2026, eksportet shqiptare drejt Kosovës arritën në rreth 13.4 miliard lekë, duke u rritur me 16.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kosova mbetet kështu partneri më i rëndësishëm tregtar i Shqipërisë në rajon dhe një nga tregjet kryesore për produktet shqiptare. Rritja e fortë është regjistruar edhe në eksportet drejt Maqedonisë Veriut, të cilat u zgjeruan me 22.1%, duke arritur në rreth 4.1 miliard lekë. Në rritje rezultuan edhe eksportet drejt Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi me nga 9.3%, duke reflektuar zgjerimin e shkëmbimeve tregtare me pjesën më të madhe të rajonit. Ndërkohë eksportet drejt Serbisë mbetën pothuajse në nivele nga një vit më parë, me një rënje të lehtë prej 0.6%, duke sinjalizuar ngadalësim të ritmit tregtar mes dy vendeve. Sa i përket importeve, tabloja paraqitet më e përzier. Shqipëria arriti importet nga Kosova me 11.2% dhe nga Bosnjë-Hercegovina me 5.1%, ndërsa uli ndjeshëm bleret nga Mali Zi me 40%. Rënja u regjistrua dhe në importet nga Maqedonia e Veriut dhe Serbia, përkatësisht me 11.5% dhe 5.3%. Të dhënat tregojnë se gjatë muajve të parë të vitit, tregtia rajonale e Shqipërisë ka vijuar të mbështetet kryesisht te tregjet e Kosovës dhe Maqedonisë Veriut, ndërsa në disa vende të tjera vjet re një tkurrje importeve dhe ritme më të dobta të shkëmbimeve tregtare. Ministri i Financave Petrit Malaj në një takim me operator biznesi në fushën e turizmit të zhvilluar në Vlorë u ka bërë apel të bëjnë deklarimin korrekt të punonjësve, deklarimin e pagave reale dhe zbatimit të faturimit elektronik. Sipas të dhënave, në mars ka një rritje me 14.3% të punonjësve të deklaruar në sektorët e lidhur me turizmin. Bizneset në fushën e turizmit duhet të zbatojnë legjislacionin në fuqi, të deklarojnë xhiron dhe pagat reale në mënyrë që të mos bien prehje ndëshkimeve. Ministri i Financave Petrit Malaj zhvilloi një takim me bizneset të sektorit të turizmit në qytetin e Vlorës, i shoqëruar dhe nga drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj. Takimi u fokusua në diskutimin e problematikave që hasin bizneset gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre ekonomik dhe në zbatimin e planit operacional në turizëm nga administrata tatimore me synim formalizimin e mëtejshëm dhe përmirësimin e standardeve të sektorit. Gjatë takimit, ministri Malaj theksoi se turizmi në vendin tonë po një rritje të ndjeshme, që reflektohet si në rritjen e numrit të punësuarve, ashtu edhe në nivelin e deklarimeve dhe rritjen e të ardhurave. Në këtë drejtim, ministri analizoi rëndësinë e formalizimit të aktivitetit turistik, deklarimit korrekt të punonjësve, deklarimit real të pagave dhe zbatimin e faturimit elektronik për garantimin e konkurrencës së ndershme në treg dhe të standardeve më të larta të shërbimit. Sipas të dhënave të administruara nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, në mars 2026 ka një rritje prej 14.3% të punonjësve të deklaruar në sektorët e lidhur me turizmin. Rritja më e ndjeshme është regjistruar në kategoritë me paga më të larta, duke reflektuar një formalizim më të madh të marrëdhënieve të punës dhe përmirësim të nivelit të pagave të deklaruara. Gjithashtu ka një rritje të konsiderueshme të pagesave dhe deklarimeve nga bizneset turistike gjatë vitit 2025. Pagesat e TVSH-s arritën në 215.1 milion lek ose 54% më shumë krahasuar me vitin 2024. Rritje të ndjeshme janë evidentuar edhe në aktivitetet e akomodimit, shërbimeve ushqimore dhe dhënies me qira të mjeteve të transportit. Në kuadër të planit sektorial të turizmit 2026, administrata tatimore do të intensifikojë masat për rritjen e përputhshmërisë tatimore, përmirësimin e transparencës dhe monitorimin e deklarimeve përmes analizës së riskut dhe përdorimit të teknologjive të avancuara. Ky plan parashikon kontrollet të targetuara ndaj subjekteve me risk të lartë, verifikimin e deklarimit të punonjësve dhe zbatimin korrekt të faturimit elektronik për çdo shërbim të ofruar me qëllim garantimin e konkurrencës së ndershme dhe zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit të turizmit. Turizmi në Shqipëri vijoi rritjen edhe gjatë muajit mars me numrin e vizitorëve në strukturat akomoduese që u rrit me 20.8%, ndërsa turistët e huaj shënuan rritjen më të fortë me 23.7%. Rajoni qendror mbeti më i frekuentuar, ndërsa italianët kryesuan listën e turistëve që zgjodhen Shqipërinë. Turizmi në Shqipëri vijon të jap sinjale rritjeje edhe jashtë sezonit veror. Gjatë muajit mars, numri i vizitorëve që u akomodua në strukturat akomoduese në vend u rrit me 20.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke treguar se interesi për Shqipërinë si destinacion po zgjerohet gjithnjë më shumë, sidomos nga turistët e huaj. Sipas të dhënave, vizitorët jo rezident ishin ata që udhëhoqën rritjen gjatë këtij muaji, me një zgjerim prej 23.7%, ndërsa turistët rezident shënuan një rritje prej 15.9%. Ky ndryshim vjen pas 2 muajve të parë të vitit, kur ritmin më të lartë të rritjes e kishin mbajtur vizitorët rezident.
Të dhënat tregojnë se Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj, edhe në periudha që tradicionalisht konsideroheshin më të qeta për sektorin. Edhe në qëndrimet në strukturat akomoduese kanë vijuar trendin pozitiv, duke u rritur me 12.8% në krahasim me marsin e vitit të kaluar. Vizitorët rezident regjistruan një rritje prej 9.8% në qëndrimeve, ndërsa turistët jo rezident shënuan një zgjerim edhe më të fortë me 14.4%. Kjo tregon se jo vetëm numri i turistëve po rritet, por edhe kozgjatja e qëndrimit të tyre në vend. Rajoni qendror mbetet destinacioni më i preferuar për turistët, duke regjistruar rreth 62.000 vizitorë në struktura akomoduese. Ndërkohë rajoni verior i ngjitet i dyti me afro 31.000 vizitorë, ndërsa rajoni jugor regjistroi rreth 16.000 vizitorë. Në total gjatë muajit mars u regjistruan afërsisht 108.000 vizitorë në hotele dhe struktura të tjera akomoduese në të gjithë vendin. Sa i përket origjinës së turistëve të huaj, italianët vijojnë të dominojnë me 30% të totalit të vizitorëve jo rezident që u akomoduan në Shqipëri. Pas tyre renditet Kosova me 12%, Gjermania me 7%, ndërsa vizitorët nga Mbretëria e Bashkuar dhe Franca përbëjnë përkatësisht 65% të totalit. Një pjesë e konsiderueshme, rreth 40%, vjen nga vende të tjera, çka tregon zgjerimin e hartës së turistëve që po zgjedhin Shqipërinë. Rritja e numrit të vizitorëve është reflektuar edhe në performancën e hoteleve. Norma e shfrytëzimit të dhomave arriti në 18.5% gjatë muajit mars, nga 18.1% që ishte në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Edhe pse rritja duket modeste, ajo konfirmon trendin pozitiv të industrisë së turizmit edhe zgjerimin gradual të sezonit turistik në vend. Tregtia po kthehet në magnetin kryesor të sipërmarrjeve të reja në Shqipëri, nga dyqanet dhe shërbimet e aktivitetet e lidhura me turizmin dhe automjetet. Mbi 15.000 biznese të reja janë regjistruar gjatë 4 muajve të parë të vitit, duke treguar se sektori privat po vjen të kërkojë hapësira të reja në treg. Tregtia me pakicë dhe shumicë duket se po bëhet sektori dominues i ekonomisë shqiptare sa i përket hapjes së bizneseve të reja. Dyqane, aktivitete shërbimi dhe sipërmarrje të lidhura me shitjen me pakicë e shumicë vijojnë të zënë peshën kryesore të regjistrimeve në vend, duke reflektuar orientimin e tregut drejt konsumit dhe shërbimeve. Në 4 muajt e parë të këtij viti, Qendra Kombëtare e Biznesit ka regjistruar gjithsej 15.970 biznese të reja në Shqipëri. Referuar të dhënave, tregtia me pakicë dhe shumicë mbetet sektori me eksperimentet më të larta si në hapjen ashtu edhe në mbylljen e aktiviteteve. Një lëvizje e tillë tregon konkurrencë në treg, por edhe tendencën e shumë sipërmarrësve për të investuar në aktivitetet me hyrje më të shpejtë në treg dhe me kosto më të ulët operimi. Ndërkohë, ndër sektorët më të ndikuar nga regjistrimet e reja, rezulton riparimi i automjeteve dhe motorcikletave, me mbi 1.000 biznese të reja të hapura gjatë kësaj periudhe. Rritje të konsiderueshme kanë shënuar edhe sektori akomodimit dhe shërbimit ushqimor, me mbi 1.100 biznese të reja, i nxitur kryesisht nga turizmi dhe zgjerimi i aktivitetit në zonat urbane dhe bregdetare. Po ashtu, aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike regjistrojnë rreth 390 biznese të reja, duke reflektuar rritjen e kërkesës për shërbime të specializuara dhe profesione të lidhura me teknologjinë, konsulencën dhe ekspertizën profesionale. Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit, ndërthimi, transporti dhe shërbimet profesionale mbeten ndër sektorët me aktivitetin më të lartë të regjistrimeve, duke treguar se investimet vijojnë të orientohen drejt infrastrukturës, logjistikës dhe sektorëve të lidhur me zhvillimin ekonomik. Por sa i rëndësishëm është orientimi apo këshillimi i sipërmarrësve para se të nisin një biznes të ri, ndjekim kronikën. Ashtu sikurse dëshmojnë dhe shifrat e Qendrës Kombëtare të Biznesit, sipërmarrësit e rinj shqiptar dhe jo vetëm, si fillim nisin përmes tregtisë me shumicë apo pakicë. Por sa i rëndësishëm është një orientim i tregut për sa i përket nisjes së bizneseve të reja. Absolutisht, institucionet politik bërse, qoftë ato qeveritare, qendrore, qoftë ato vendore, duhet të orientojnë dhe duhet të informojnë në çdo hap qytetarët, në mënyrë që ta dinë drejt kujt drejtimi po shkon kërkesa, kush janë ato sektorë biznesit që për 2 vjet, për 3 vjet, për 5 vjet do të jenë në fitimprurës dhe kush janë ata të cilët do vinë në të kurje, në mënyrë që qytetarët mos të investohen dhe të mos futen në të harxojnë paratë dhe energjitë e tyre në një drejtim kur institucionet shtetërore po e shikojnë që mbas 2 apo 3 viteve do vinë në ulje. Padyshim roli i tyre është shumë i rëndësishëm edhe i thelbësor madje në pikën fillestare. Po ku nis zanafilla ideve për të nisur biznese në tregti, shërbime apo akomodim, pse sipërmarrja shqiptare ka këtë orientim në këtë biznesbërje?
Një ndër arsyet kryesore që shumë për persona shkojnë drejt bizneseve të shërbimit është fakti që turizmi vazhdon ngelet një shtyllë ekonomisë tonë dhe të gjithë po synojmë tek ato shërbime që në një farë mënyrë lidhen me turizmin. Por, nëse shikojmë kërkesën afat mesme dhe afat gjatë, ka shumë nën sektorë dhe biznese tjera që mund të hapen në këto nën sektorë, të cilat do t'ja vlejnë më shumë në afat mesme dhe në afat gjatë, sesa këto biznese të shërbimit. Por për këtë duhet ketë nga njëra anë orientim të madh nga politikë bërësit, nga institucionet përkatëse, dhe nga ana tjetër vetë individët që duan të hapin këtë biznes duhet bëjnë një mini kërkim tregu dhe koha e harxuar për të do ja vlejnë afat gjatë. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive u ka bërë thirrje të gjithë punëkërkuesve të papunë që kanë një ide biznesi të aplikojnë në programin e vetë punësimit. Afati i aplikimeve është deri më 4 qershor, ndërsa programi synon të mbështesë sipërmarrësit e rinj që duan të hedhin hapat e parë drejt krijimit të biznesit të tyre. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive u bën thirrje të gjithë punëkërkuesve të papunë që kanë një ide biznesi të aplikojnë në programin e vetpunësimit, një mundësi konkrete për të nisur një aktivitet të ri dhe për të siguruar mbështetje financiare. Afati i aplikimeve është deri më 4 qershor, ndërsa programi synon të mbështesë sipërmarrësit e rinj që duan të hedhin hapat e parë drejt krijimit të biznesit të tyre. Sipas njoftimit të bërë të ditur nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, punëkërkuesit që kanë një ide të qartë biznesi do të trajnohen dhe asistohen nga ekspertë të kualifikuar. Gjatë procesit, ata do të punojnë për hartimin e një plani të konsoliduar biznesi, i cili më pas do të vlerësohet nga specialistët përkatës. Planet më të mira të biznesit do të financohen deri në vlerë 1 milion lekë, duke krijuar mundësi reale për hapjen e aktiviteteve të reja dhe vetpunësimin e qytetarëve. Programi synon jo vetëm mbështetjen financiare, por edhe zhvillimin e aftësive profesionale dhe sipërmarrëse për të rinjt dhe personat e papunë që kërkojnë të ndërtojnë një të ardhme më të sigurt ekonomike. Aplikimet kryhen online përmes platformës Yellbenja, ndërsa të interesuarit mund të informohen më shumë mbi kriteret dhe procedurat e aplikimit në faqet zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Kjo nismë synon të nxjisë punësimin dhe zhvillimin e sipërmarrjes në vend. Qeveria ka miratuar 2 vendime për shpronësime në funksion të ndërtimit të korridorit 8, duke i hapur rrugë vijimit të punimeve në segmentet Elbasan, Qaftan dhe Elbasan Lekaj. Ecuria e punimeve në territorin shqiptar ndryshon sipas loteve ku po punohet, teksa gjatë këtij viti pritet përmbyllja e disa loteve. Qeveria ka miratuar 2 vendime për shpronësime në funksion të ndërtimit të korridorit 8, duke i hapur rrugë vijimit të punimeve në segmentet Elbasan Qaftan dhe Elbasan Lekaj. Njëri prej tyre lidhet me shpronësime në segmentin Papër-Ura e Grykshit, ku janë përcaktuar kompensimet për pronarët e pasurive që preken nga ndërtimi i aksit, me një vlerë të përgjithshme shpronësimi prej rreth 14.6 milion lekë. Ndërkohë, vendimi i dytë përfshin ndryshime në vendimin e mëparshëm për shpronësimet që lidhen me fazën 3 të projektit, në drejtimin nga Elbasani në Qaftan, duke e rritur vlerën totale në 14.7 milion lekë nga 684.000 që ishte më herët. Projektet janë pjesë e ndërtimit të korridorit 8, një nga akset strategjike që synon të lidhë Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut dhe mëtej me rrjetin evropian të transportit. Ecuria e punimeve në territorin shqiptar ndryshon sipas loteve ku po punohet, teksa gjatë këtij viti pritet përmbyllja e disa loteve. Në segmentin Elbasan Qaftan, përveç lotit 1 që tashmë është i përfunduar, brenda vitit synohet mbyllja e fazave 2, 3 dhe 5, të cilat përfshin segmentin nga Labinot Fush deri në Librazh. Në total, në drejtimin Elbasan Qaftan, janë 8 kontrata që mbulojnë 26 kilometra. Paralelisht, gjatë vitit 2026, pritet të përfundojnë dhe 6 lote në drejtimin Elbasan Rogozhin, që mbulojnë rreth 20 kilometra nga 40.7 kilometra gjithsej. Megjithatë, për realizimin e plot të korridorit, mbeten ende segmente për të tenderuar. Në drejtimin Elbasan Qaftan, pritet të kontraktohet ndërtimi rrugës nga fshati Gjyrë deri në lidhjen me Maqedoninë e Veriut, ndërsa në aksin Elbasan Rogozhin mbetet për të prokuruar segmentin nga Peqini deri në lidhjen me autostradën Adriatiko-Joniane. Po ashtu, pjesë e projektit do jetë dhe bypassi i Elbasanit, që do lidh segmentet që aktualisht janë në ndërtim, e për të cilin është hapur tenderi për ndërtimin e 4 kilometrave të parë. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim BERSH po shqyrton financimin me deri në 53 milion euro për ndërtimin e 2 implanteve fotovoltaike
edhe një sistemi të magazinimit të energjisë në Shqipëri. Kostoja totale e projektit vlerësohet në rreth 105 milion euro, teksa kredia është aktualisht në fazë shqyrtimi dhe miratimi i bordit të Bersh është parashikuar për korrik 2026. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim po shqyrton financimin me deri në 53 milion euro për ndërtimin e 2 impianteve fotovoltaike dhe një sistemi të magazinimit të energjisë në Shqipëri, një nga projektet më të mëdha private të energjisë diellore të planifikuara deri më tani në vend. Sipas përshkrimit të projektit të publikuar nga Bersh, financimi do mbështesë ndërtimin e impianteve Blu Solar 2 dhe Blu Solar 3 me kapacitet total prej 160 MW energji diellore, si dhe një sistem magazinimi energjie me bateri prej 60 MW. Projekti pritet të ndërtohet në zonën e Sheq Marinasit në Bashkim Fier, ku është në operim dhe Blu Solar 1 me kapacitet 64 MW. Kostoja totale e projektit vlerësohet në rreth 105 milion euro, teksa kredia është aktualisht në fazë shqyrtimi dhe miratimi i bordit të Bersh është parashikuar në korrik 2026. Sipas bankës, projekti synon të rrisë kapacitetet e energjisë së rinovueshme në Shqipëri dhe të diversifikojë prodhimin vendas të energjisë, duke reduktuar varësinë nga hidrocentralet dhe ekspozimin ndaj thatësirave apo luhatjeve hidrike. Një tjetër element i projektit është sistemi magazinimit me bateri, që synon të rrisë fleksibilitetin dhe stabilitetin e sistemit energjetik, duke lejuar integrimin më të madh të energjisë diellore në rrjet. Bersh vlerëson se projekti do kontribuojë dhe në rritjen e pjesëmarrjes së sektorit privat në tregun energjetik shqiptar, përmes modeleve të tregut të liberalizuar dhe investimeve të orientuara drejt energjisë së pastër. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Lufta në Iran u ka kushtuar tashmë kompanive në të gjithë botën të paktën 25 miliard dollar dhe fatura po rritet sipas një analize të Reuters. Të paktën 279 kompani e kanë cituar luftën si një shkak për veprime mbrojtëse për të zbutur goditjen financiare, duke përfshirë rritjen e çmimeve dhe uljen e prodhimit. Lufta SBA Izrael me Iranin u ka kushtuar tashmë kompanive në të gjithë botën të paktën 25 miliard dollar dhe fatura po rritet sipas një analize të Reuters. Bizneset po përballen me çmimet në rritje të energjisë, zinxhirët e furnizimit të thyer dhe rrugët tregtare të prera nga bllokimi i Iranit në ngushticën e Hormuzit. Të paktën 279 kompani e kanë cituar luftën si një shkak për veprime mbrojtëse për të zbutur goditjen financiare, duke përfshirë rritjen e çmimeve dhe uljen e prodhimit, tregon analiza. Të tjera kanë pezulluar dividendët, pushuar stafin nga puna, shtuar tarifa shtesë për karburantin ose kanë kërkuar ndihmë emergjente qeveritare. Trazirat e fundit në një seri ngjarjesh globale shqetësuese për biznesin pas pandemisë COVID-19 dhe pushtimit të Ukrainës nga Rusia po i zbusin pritjet për pjesën tjetër të vitit, me pak kuptim se një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit do të jetë e afërt. Ndërsa rritja ngadalësohet, fuqia e çmimeve do të dobësohet dhe kostot fikse do të bëhen më të vështira për t'u absorbuar, thon analistët, duke kërcënuar marzhet e fitimit në tremujorin e dytë dhe më tej. Rritjet e qëndrueshme të çmimeve mund të nxisin inflacionin, duke dëmtuar besimin tashmë të brish të konsumatorit. 1/5 e kompanive në shqyrtim, cilat prodhojnë nga kozmetikat e goma dhe detergjentët, të operatorët e anijeve turistike dhe linjat ajrore kanë raportuar një goditje financiare për shkak të luftës. Shumica janë vendosur në Mbretërinë e Bashkuar dhe Evropë, ku kostot e energjisë ishin tashmë të larta, ndërsa pothuajse 1/3 ishin nga Azia, duke reflektuar varësinë e thellë të këtyre rajoneve nga nafta dhe produktet e karburantit të lindjes së mesme. Kompanitë ajrore kanë raportuar 15 miliard dollar shpenzime shtesë për karburant nga lufta në Iran, 3 herë më shumë se sa prodhuesit e makinave dhe firmat e mandrave të konsumit së bashku. Kostoja totale e korporatave është mbi 25 miliard dollar. Çmimet e naftës vazhduan rritje ndërsa përpjekjet për t'i dhënë fund luftës me Iranin duket se kanë ngecur pasi një central bërthamor në Emiratet e Bashkuara Arabe u sulmua. Trump pritet të takohet me këshilltarët kryesor të sigurisë kombëtare të martën për të diskutuar mundësitë për veprime ushtarake në lidhje me Iranin.
çmimet e naftës vazhduan rritjen të hënën, ndërsa përpjekjet për të dhënë fund luftës me Iranin duket se kanë ngecur, pasi një central bërthamor në Emiratet e Bashkuara Arabe u sulmua. Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën në 1.51% në $110.91 për fuqi, ndërsa nafta e papërpunuar amerikane qëndron në $107.42 për fuqi ose 1.9% më shumë. Bisedimet e javës së kaluar midis Trump dhe presidentit kines Xi Jinping përfunduan pa një tregues nga importuesi më i madh i naftës në botë se kjo do të ndihmonte në zgjedhjen e konfliktit të shkaktuar nga sulmet në Iran. Sulmet me dron ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite, si dhe retorika nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani, ngritën shqetësime për një përshkallëzim të konfliktit. Zyrtarët e Emirateve thanë se po hetonin burimin e sulmit në centralin bërthamor Baraka, duke shtuar se kishin të drejtën e plot për t'u përgjigjur sulmeve të tilla terroriste. Nga ana tjetër, Arabia Saudite, e cila kapi 3 dronë që hyn nga hapësira ajrore irakiane, paralajmëroi se do të merrte masat e nevojshme operative për t'u përgjigjur çdo përpjekje për të shkelur sovranitetin dhe sigurinë e saj. Trump pritet të takohet me këshilltarët kryesorë të sigurisë kombëtare të martën për të diskutuar mundësitë për veprime ushtarake në lidhje me Iranin. Në një veprim që mund të mbështesë çmimet e naftës, administrata Trump lejoi të shtunën skadimin e një përjashtimi nga sanksionet që më parë u kishte vendosur vendeve për fshirjen din të blinin naftë ruse të transportuar nga deti pas një zgjatje njëmujore. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit, që ka shkaktuar probleme të mëdha në transportin e gazit natyror dhe naftës bruto, i ka detyruar shumë vende që të marrin në konsiderat një zhvendosje më të madhe drejt lignitit. Qymyri lëshon rreth 2 herë më shumë dioksid karboni se sa djegja e gazit natyror. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit që ka shkaktuar probleme të mëdha në transportin e gazit natyror dhe naftës bruto, të cilat përdoren gjithashtu në një masë të madhe për prodhimin e energjisë, i ka bërë shumë vende të marrin në konsiderat një zhvendosje më të madhe drejt lignitit. Kjo lëndë e parë më e ndotur për sa i përket emetimeve, tani po kthehet në qendër të vëmendjes në një masë më të madhe, pasi është një mundësi për të përmbushur nevojat e gjenerimit të energjisë elektrike, që deri më tani bazoheshin kryesisht në gazin natyror të lëngshëm. Trendi i kthimit të qymyri është një tjetër shenjë se si pasojat ekonomike nga konflikti lindjes së mesme po përhapen në të gjithë botën. Ai gjithashtu mund të ketë një ndikim mjedisor, raportoi Wall Street Journal, e cila paraqitet të dhënat e reja mbi përdorimin e rritje ose mendimet për përdorimin e lignitit në të gjithë botën, përfshirë Europën. Shumë vende janë përpjekur të ulin konsumin e qymyrit vitet e fundit për të luftuar ndryshimet klimatike dhe po aq shumë janë përpjekur të gjenerojnë energji nga gazi lëngshëm natyror. Qymyri lëshon rreth 2 herë më shumë dioksid karboni se sa djegja e gazit natyror. Shumica vendeve europiane tashmë kanë diversifikuar furnizimet e tyre me energji dhe kanë përshpejtuar zhvillimin e burimeve të energjisë së rinovshme. Në Azi, në të kundërt, që nga fillimi i luftës, disa vende kanë filluar të djegin më shumë qymyr, nga i cili shumë ishin tashmë të varur para konfliktit. Italia e ka vënë në gatishmëri termocentralet me lignit, ndërsa përgatitet për një tronditje të zgjatur energjetike. Ministria e Energjisë tha në mars se termocentralet e qymyrit të vendit mund të rifillojnë nëse konflikti në lindjen e mesme shkakton një krizë më të gjerë energjetike dhe një rritje të çmimeve. Italia është një nga ekonomitë më të varura nga gazi natyror në Europë, duke përbërë rreth 40% të furnizimit të saj të përgjithshëm me energji. Vendi gjithashtu ka shtyrë mbylljen graduale të termocentraleve me qymyr deri në vitin 2038. Gjithashtu në Gjermani muajin e kaluar, kancelari Friedrich Merz përmendi mundësinë e shtyrjes së mbylljes së termocentraleve me lignit. Kjo do të ndodhte në rast të mungesës së furnizimeve të mjaftueshme me gaz natyror. Kryeministre italiane Giorgia Meloni i ka kërkuar presidentes Komisionit Evropian von der Leyen përjashtim nga Pakti i Stabilitetit edhe për krizën energjetike, por përgjigjja e Brukselit mbetet e pandryshuar ndaj këtij përjashtimi. Përjashtimi nga Pakti i Stabilitetit duhet të zbatohet jo vetëm për mbrojtjen, por edhe për krizën energjetike. Kjo është kërkesa e kryeministres italiane Giorgia Meloni, e shprehur në një letër drejtuar presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Përgjigjja menjëhershme e Brukselit nuk lë vend për lëshime, qëndrimi mbetet i pandryshuar, asnjë përjashtim nga Pakti i Stabilitetit për shpenzimet e energjisë. Italia, theksoi kryeministre, e konsideron të nevojshme të zgjerojë përkohësisht fushveprimin e klauzolës kombëtare të shpëtimit, që është tashmë në fuqi për shpenzimet e mbrojtjes
mbrojtjes për të përfshirë investimet dhe masat e jashtëzakonshme të nevojshme për të adresuar krizën energjetike, pa ndryshuar kufit maksimal të devijimit që janë tashmë në fuqi. Pakët e koherencë të nevojshme politike do të ishte shumë e vështirë për qeverinë të shpjegonte publikut mundësinë e saj për të drejtuar programit SAFE në kushtet aktuale. Ne jemi përgjegjës për mbrojtjen, por energjia është një përparësi. Italia, shkruan Meloni, do të vazhdojë të bëjë pjesën e saj për të forcuar sigurinë dhe mbrojtjen europiane. Kjo është një përgjegjësi që e ndjem thellë, veçanërisht në kontekstin aktual ndërkombëtar. Ne do të vazhdojmë të avokojmë që Bashkimi Evropian të investojë më shumë në aftësitë e tij strategjike të sigurisë dhe mbrojtjes, por sot në sy të qytetarëve evropian ekziston një tjetër emergjencë po aq konkrete dhe menjëhershme: energjia. Letra e gjatë e Melonit mori një përgjigje të shkurtër nga Brukseli. Qëndrimi i Komisionit Evropian nuk ka ndryshuar. Ne u kemi paraqitur shteteve anëtare një sër opsionesh në dispozicion për të adresuar krizën aktuale energjetike, tha zëdhënësi i Komisionit. Aktualisht nuk po e përfshim klauzulën e mbrojtjes kombëtare midis këtyre opsioneve, sepse besojmë se gama e instrumenteve të paraqitura duhet të mbetet brenda një kuadri kufizimesh fiskalisht të përgjegjshme. Natyrisht ne po e monitorojmë situatën ndërsa ajo evoluon, theksohet në përgjigjen e Komisionit Evropian drejtuar Italisë. Parlamenti Evropian dhe vendet e Bashkimit Evropian po përgatiten për fazën e fundit të negociatave për marrëveshjen tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të martën orën 9 të mbrëmjes në Parlament në Strasburg. Ligjvënësit dhe diplomatët do të diskutojnë përsëri zbatimin e marrëveshjes, e cila do të ulë tarifat evropiane për mallrat amerikane në zero dhe do të vendos një limit prej 15% për tarifat amerikane për produktet evropiane. Parlamenti Evropian dhe vendet e Bashkimit Evropian po përgatiten për fazën e fundit të negociatave për marrëveshjen tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në bisedime vendimtare mes presionit në rritje nga administrata e Donald Trump, të martën orën 9 të mbrëmjes në Parlamentin e Strasburgut, ligjvënësit dhe diplomatët do të diskutojnë përsëri zbatimin e marrëveshjes, e cila do të ulë tarifat evropiane për mallrat amerikane në zero dhe do të vendosë një limit prej 15% për tarifat amerikane për produktet evropiane. Koha po përfundon pasi marrëveshja duhet të finalizohet para qershorit për të miratuar nga seanca plenare e ardhshme në të njëjtin muaj dhe për të përputhur me afatin e caktuar nga Donald Trump që është 4 korriku. Pas një telefonate me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen javën e kaluar, presidenti amerikan tha se do të jepte kohë BE-s deri në 4 korrik për të zbatuar angazhimet e saj, përpara se të rriste tarifat për mallrat, përfshirë makinat, në nivele shumë të larta. Ndërkohë Parlamenti dhe Këshilli kanë arritur një marrëveshje të përkohshme për ta bërë marrëveshjen tregtare të pezullueshme në rast të një çrregullimit të tregut të shkaktuar nga një rritje e importeve amerikane, por detajet të tjera mbeten për të përcaktuar dhe grupet politike nuk janë plotësisht harmonizuara. Parlamenti Evropian dëshiron që marrëveshja të fillojë vetëm pasi Washingtoni të përmbush kufirin e tarifave prej 15%, ndërsa Komisioni dhe disa shtete anëtare preferojnë që ajo të fillojë menjëherë. Klauzola e rifillimit të aktivitetit u prezantua nga eurodeputetët pasi një vendim i Gjykatës së Lartë të Shteteve të Bashkuara në shkurt i shpalli të palishme tarifat e vitit 2025 të Shteteve të Bashkuara, duke shtyrë Washingtonin të vendosë tarifa të reja për mallrat e Bashkimit Evropian, që tani janë mesatarisht mbi tavanin e rëndakort, duke shkelur kështu marrëveshjen. Eurodeputetët duan gjithashtu që Bashkimi Evropian të jetë në gjendje të pezullojë marrëveshjen në rast të kërcënimeve ndaj integritetit territorial, të tilla si ato të bëra nga Trump në fillim të këtij viti. Por Komisioni kundërshton këtë dispozit. Negociatat po vazhdojnë gjithashtu për një datë skadimi për marrëveshjen e ligjvënësit që propozojnë marsin 2028. Kina është zotuar të blejë të paktën $17 miliard produkte bujqësore amerikane në vitet 2026, 2027 dhe 2028. Kina është zotuar të blejë të paktën $17 miliard produkte bujqësore amerikane në vitet 2026, 2027 dhe 2028, tha shtëpia e bardhë në një dokument informues. Angazhimi u bë gjatë takimeve midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping javën e kaluar. Ka pasur një rënje të ndjeshme të eksporteve bujqësore të SBA-s në Kinë pasi raundet e tarifave të vitit të kaluar kufizuan ndjeshëm tregtinë, e cila ra me 65.7%
nga viti në vit në 8.4 miliard dollar në vitin 2025, sipas të dhënave të Departamentit të Bujqësisë në SBA. Kina e ka zvogëluar ndjeshëm varësinë e saj nga mallrat bujqësore amerikane që nga mandati i parë i Trump, duke furnizuar afërsisht 20% të sojës së saj nga SBA-ja në vitin 2024, një vit para se ai të kthehej në detyrë nga 41% në vitin 2016. Shtëpia e bardha se Kina do të bashkëpunojë me rregullatorët amerikan për të hequr pezullimet e implantave të mishit të viçit në SBA dhe për të rifilluar importet e shpendëve nga shtetet amerikane të përcaktuara si të lira nga gripi i shpendëve. Duke konfirmuar deklaratat e mëparshme nga qeveria kineze, Shtëpia e bardhë tha gjithashtu të dielën se dy ekonomitë më të mëdha në botë do të krijojnë një bord tregtar dhe një bord investimesh. Bordet do të zgjidhin shqetësimet në lidhje me aksesin në treg për produktet bujqësore dhe do të zgjerojnë tregtinë sipas një kuadri të reduktimit të tarifave reciproke. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajmë këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.